një shoqëni duhet më ka shumë e korruptume, e kur është shumë e korruptume ka nevojë për shumë rregullim ligjor. Me mshel këtë birat, këtë ato që në gjuhën angleze quhen loophole. Nuk ka ligj që mundet me mshel stërkeqjen, ignorancën, arrogancën, mos kuptimin e politik bërjes, edhe mi dhonë rrugë politikës, në qëse politika kështu si ide, si koncept, edhe politik bërja është dashakeqe edhe me njetë keq me thonë kështu. Prandaj, ti thua është punë politike, jo? Më shumë politike para se tjetë juridike. I themi në Roma, do të Halil Matoshi në kraun tim të majtë. Matoshi është gazetar, sociolog, filozof, historian, poet, piktor, po jurist nuk është. Jurist nuk po... Jurist nuk është, ama jurist të kemi kësu. Mu ka dash me mësu shumë regula juridike, për arsye thjesht se kum kalu nja 5-6 herë në për sisteme jo korruptive, po nacionaliste. Kisha me thonë edhe komuniste drejtësis. E na sot nuk kemi drejtësi komuniste, po kemi drejtësi nacionaliste. Edhe drejtësi e korruptume në polës, jo gjithmonë me pare, po me joshje, me hinë e setur liderit, një pushteti, një ministri, një kryeministri. Kur kryeministrat e Republikës Kosovës nuk i thirin gjykatësit ose prokurorët, me thonë bon qështu ose qështu, po ata vetë e din që ka duhet me bon, e din, kupton e ta që ka përdu me thonë. Vetë cenzura. Për arsye thjesht se janë disa kategori profesionale në sistemin tonë të cilat ka gradime. Dhe gjithë ata konvertohen let, shiten let, blehen let. Po politikani që ka leadership, që e donë venin e vetë, që janë legalist, si kur kolegë këtu avokat, në më hanë, e bavaspeshojnë politikën me drejtësin. Politika pa ligje është anarki. Politika, kur balancohet me ligj, në më hanë, është drejtësi. Për shta thue se e drejta dhe drejtësia dalojnë. Ka njëherë drejtësia nuk është gjithmonë e drejtë. Po është legale, s'kem qa me bon. Neve na duke që o fundi botës, që na u ka bojë pa drejta e botës. Po është drejtësi, është me gjithat legalitet. Dhe politikanë tonë, para se me qenë deputet e ministra, do dojnë me lezu spori kushtetutën e vetë dhe ligjet e shtetit. Nuk guxon me qenë deputet për një të kushtetutën, pik. Ose nëse nuk e bërë përmës, mund të ketë atë doraconë. Me njëherë, do më hone kësha bo një këshill të pleqve. Adhin, një këshill, s'po di që me qujtë, ja kësha mo atë licencë, ja kësha këthy popullit, i kësha që ta kini votu gabim, se këse një kushtetutën e vetë, hypë e shkel me 2 kampë, blem, e shkujt me hypë e shkel kushtetutën e vetë me 2 kampë, edhe thotë janë pushtet legal edhe legjitim. Mos po lyp shumë, Halil. Una? Mos po lyp shumë. Kriteriumin. Demokraci nuk ka demokraci ma pak edhe mesatare. Ja o demokracia nuk është. Më falë. Ka demokraci më të konsoliduar, ka demokraci pak më mesatare. Jo. Demokraci është ose nuk është. Ka demokratur. Këto janë forët komunistave, socialist. Jo, demokratura nuk është e komunistave. Demokratura është e sistemet postkomuniste, Matoshi. Patricion demokraci, do më honë. Patricion pove demokraci. Prandaj po them se ka nën grupe të ndryshme. Po çka është më rëndësi nëse politika s'po bën zgjidhje? Juristët nuk po i dëgjojnë, se këtu e kemi një jurist që ka patur dorë të fortë, shtrier edhe te sporti, edhe për sportin ka shumë kritika Matoshi, po për futbollin. Shirin basketbol çfarë po ndodh? A mos është ndoshta